Ulqini sot është ma i bashkuar se kur. Edhe vendimi që të anulloj festën e ditës Ulqinit e ka marrë me përgjegjësi, sepse rreziku i cili na kanoset është më i madh se kur. Rreziku i cili kanoset Ulqinit është i tillë që do të thotë që se cili njeri të çohet në kam dhe të kuptoj çka planifikon. Një qeverisje e cila nuk dëgjon zërin e popullit, nuk dëgjon qytetarët dhe nuk respekton ligjet. Zotri Spajiq është duke kurcnu të ardhmen tonë. Zotri Spajiq është duke kurcnu të ardhmen e Malit të Zi. Këtu sot mbrohet plazha madhe. Këtu sot mbrohet Mali i Zi. Këtu sot mbrohet rrugtimi i jon drejt Evropës. Nëse Zotri Spajiq vazhdon me këto iniciativa, ta keni të qartë. Ai është duke kërcënu stabilitetin ton si shtet. Manipulimi që e ban Zotri Spajiq është i pamas. Nuk janë aprovuar përfundimet e Kuvendit Komunal të Ulqinit. Janë aprovuar një pjesë e tyre. Pjesa që kemi aprovu me 27/3 është e tillë. Nuk pranojmë të tërsimin total të plazhit të madh. Nuk pranojmë që të jepet gjitha e hapësirë 20 kilometër katror për 90 vjet. Dhe këtë manipulim nuk ka mujtë të vazhdojnë. Mesazhi dhe i politikanëve në Podgoricë duhet jetë i tillë. Nuk mundeni pa analiza, nuk mundeni pa shqyrtim publik, nuk mundeni për 30 ditë me pru vendim i cili ka me kushtu breza, i cili ka me kushtu emigrim dhe varfënimi i ti populli krenar 2500 vjeçar këtu.